Kanë qenë dakord familjarët që ti të bëhesh e burrnesh. Ja, sidomos nona jo. Si është të jetosh me vetminë? është atbar. Unë s'kam pas buk me hongër. Hej njerëz të bukur, mirë se keni ardhur sërish në Fatostika Albania, e di, është shumë vap, më besoni që e di, prandaj erdha diku shumë larg Tiranës, shumë larg, por jo në tokën e shumë largu të Shrekut, por në pikën më veriore të Shqipërisë. Pothuajse, sepse do shkojmë dhe në atë më verioren. Jam në njësinë e Kelmendit, konkretisht në Tamar, në këtë fshat të mrekullueshëm me një panoramë fantastike, ku jetojmë pothuajse plus minus 500 banor, të cilët e duan këtë vend më shumë se çdo gjë tjetër. Kemi ushqime tradicionale, kemi natyrë fantastike, njerëz mikpritës, të cilët do t'i testojmë tani. Si fillim falenderojmë Moçka Automobil që mundsoi ardhjen tonë në Kelmend dhe jemi gati të nisim aventurën e radhës. Ejani! Një nga bukurit natyrore më të veçanta të Tamarës është lumi i Cemit, ku unë aktualisht ndodhem. Ky lum në fakt buron që nga Malizi dhe hyn në Shqipëri përmes Tamarës dhe luginës së Kelmendit. Uji është jashtëzakonisht i pastër dhe i ftohtë dhe thuhet që është habitat për troftën e egër dhe shumë lloje të tjerë peshqish. Uji është akull, këtu është një freski e papar, prandaj dhe unë erdha këtu dhe me shumë mundësi aty ku jeni ju duke e parë këtë episod është shumë vap. Duhet vini në Tamar, pra! Këtu jam me Florida Pera, e cila është kryetarja e njësisë Kelmend. Florida, faleminderit që më mirëpritet në Tamar. Faleminderit ju që erdhët dhe mirë se keni ardhur në Kelmend. Në këtë zonë siç e shihni, të mrekullueshme. E mrekullueshme, direkt umanita nga gjithë kjo panoramë fantastike. Tani duhet flas pak për ty dhe për Tamarën. Ti je vajza e parë që je kryetare e njësisë së Kelmendit, apo jo? Po. Si ndihesh je vajza e parë dhe si është të drejtosh gjithë zonën? Se këtu ka burra shumë të mollshëm, apo jo? Po, absolutisht që po. Normalisht ndihem shumë mirë, është gjithmonë kënaqësi. Realisht populli i Kelmendit, domethënë banorët e kësaj zone janë njerëz shumë të mirë, jena shumë të respektueshëm mes vetes edhe gjithmonë gratë i kanë respektuar në faktën Kelmend. Jemi shumë sinqertë. Po si ndjen ata që drejtohen nga një grua është? Shumë mirë. A nuk janë pak kokë fort, thonë do bëjmë kështu si them? Jo, realisht janë shumë të kënaqur. Ti besoj e pave, unë sapo kisha një takim me kryetëtarët e fshatrave të Kelmendit dhe gjithmonë e kam kënaqësi, bile thënë ta zgjasin pak takimin sepse është gjithmonë benefit edhe mëson shumë për tyre. Si është gjithë zona për sa i përket me turizmin? Domethënë, a vijnë shpesh turista dhe cilët janë ato pikat, ato atraksione turistike që vizitohen më shumë? Atëherë, po, Kelmendi është mjaft i frekuentueshëm, mund të them me gojën plot që është këtu në një destinacion turistik. Sidomos Tamara është një zonë që punon 12 muajt e vitit, frekuentohet. Pra, 12 muajt e vitit, nuk është të jeni sezonal që keni vetëm sezonin e verës? Jo, as vermoshe dhe lepushe nuk janë sezonal, por që gjatë dimrit, për shkak edhe të kushteve atmosferike, punohet pak më pak, por sidomos Tamara është 12 muajt e vitit që frekuentohet dhe është destinacion me gojën plot. Mua këtu po më duket sikur nuk jam në Shqipëri, me thënë drejtë, po sikur jam në Zvicër, domethënë. Dhe më manit fakti se Shqipëria jonë është kaq e bukur dhe kemi pak nga të gjitha, domethënë kemi detin, kemi malin dhe çfarë ka bota që ne nuk e kemi fundi dhe dua të bësh një thirrje për gjithë shikuesit që pse duhet vinë dhe ta vizitojnë Kelmendin. Ne kemi çdo gjë. Shqipëria ka çdo gjë, siç e tha vetë, det malti për një orë domethënë je në Shkodër, je në Velipoj, për një orë je në Kelmend. Kështu që për një ditë mund të vizitosh të dyja. I ftoj ta vizitojnë këtë perë të Alpeve shqiptare. Ja vlen
në çdo stin, në vjesh, pranverë, verë, dimër, gjithmonë. Florida, unë të falenderoj shumë për mikpritje. Faleminderit juve dhe kalofshit sa më bukur në kelmen. Shumë faleminderit. Shiu, Unë ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Si jeni zotri? Mirë, faleminderit. Jena jeni ju mikpritca? Mundohemi. Mundoheni, do më mirëpresësh mua, kjo është shtëpia jote? Porto. Shumë faleminderit. Oh, macet! Paska macet të vogla. Një e vogël aty. Qa e vogël kjo? Hajde me Ajo këtu. ka prika. Ashtë e vogël pare. Iku. Jam në shtëpinë e Pashkos dhe diellës. Faleminderit që më mirëpritët. Mirë se u gjeta. Ky është kos. Mirë se keni ardhur. Ky është kos bio tamare, ë? Bio. Ta provoj. Shumë i mirë. Ju baf mirë. Në këtë vap duhet dhe një kos që të freskoj. Tani ju shtëpinë e pas keni shumë të bukur një herë, më lejoni t'ju a them. Faleminderit. Vete keni bër apo ju kanë ndihmuar dhe fëmijët? Fëmijët mos e për ne kushtu me çfarë do banim ne. Fëmijët, ju ku i keni fëmijët? I keni këtu apo jashtë? Nëse fëmijët janë në Amerikë, 3 djemt janë në Amerikë, një gocë është e martuar në Malzi. Në Maltëzi. Me shqiptar? Shqiptar. Me shqiptar. Ju e keni vizituar Amerikën? Jo. S'keni mundur të shkoni s'kem për shkak të mujt shkojmë vizës. Për shkak të vizës. Ju mungojnë besoj fëmijët. Shumë. Mm? Shumë. A vinë ato shpesher ju vizitojnë këtej? Nuk ka letra, vetëm njani. 2 janë pa letra, Dy janë pa letra. s'kan mujt. Ka Sa është koha më e gjatë që ju nuk i keni parë fëmijët? 15 çuni mall, 12 i dyti, kurse ky i treti më i vogël ky ka fituar letrat dhe vjen me gjithë nusën, kanë edhe një fëmijë të vogël. Jeni bërë gjyshër. Sa jemi bagjishë, jemi shumë të gëzuar, jemi shumë të lumtur, por prap nga ana tjetër na mungojnë shumë. na mungojnë shumë, edhe jemi, si me thonë, të mërzitur për ata 2 tjerë që janë beqar, vazhdojnë të jenë beqar, nuk ju mbushet me një qiste. Pse? Pse? A nuk ka? Se në Amerika Jo, shumë nga ka, çdo shtet ka. Ka, po, për fat të keq, vemre që një dukuri që është e përhapur gjithkund, që të gjithë të rritë hezitojnë shumë të martesat. Ju pushime verore a bëni? Ban, shkojmë në plazh, shkojmë rrim i 10 ditë, ku na vjen djali prej Amerikët, vjen djali i vogël edhe shkojmë me Në ta. cilin plazh frekuentoni më shumë? Në Malzi. Ajo Në ka Maltëzi. nusën nga Malizi, E keni shumë afër këtu, kështu që. jo po dhe ka nusën djali nga Malizi, atje ka njerëzit e vet ajo, edhe ne shkojmë. Bashkohna 2 familje. Bashkoni 2 familje me krushqit, bëni plazh me Me krushqit. krushqit. Në 2026-ën rrallë ndodh që të shohësh 2 krush, 2 familje të bëjnë pushime bashk. Kjo do thotë që ju shkoni shumë mirë me krushqit, apo ja? Shumë mirë, shumë mirë Unitet kemi. jashtëzakonisht. Unitet. Çdo festë festojmë bashk, çdo Po si janë njohur fëmijët? Atje në Amerikë. Janë njohur në Amerikë. Amerikë, po. Ti si mendon, gatuan më mirë veriu apo jugu i Shqipërisë? Gjithkush e ka atë Traditë. traditën e vetë. Unë thëm, unë, Ti thua ti. po. Ata thonë për vetin. Ti e ke provuar ushqimin në tradicional të jugut? Po. Dhe çfarë mendon? Të mira janë, por ne të malit Keni traditën tjetër. na pëlqen ma shumë janë ma bio. Ma bio. Ma janë ma bio. Atë që keni. Unë ju falenderoj shumë të dyve që më mirë pritet në shtëpi dhe ju uroj të kaloni sa më bukur dhe ju uroj gjithë të mirat dhe fëmijëve që i keni jashtë Ju shtetit. falemderit shumë për vizitën, ju falemderit shumë për respektin. Cenushi! Cenushi! Ka frik nga kamera, ka frik nga ju. Ikni andej mos e tremni. Ik andej. Sa i mirë. A është çuna apo gocë? Prit. Ti që ke shumë e bukur, ti që ke si qeni im që kam të shtëpia. Sa e bukur. Plit. Plit të sovën su. Ti që ke ju bote. Si sa e bukur. Si quhet? Si quhet?
Gjesi! Gëzuar, faleminderit që më mirëpritët. Dhe mirë se u gjeta, Gjergji dhe Dila. Unë dua një energji sepse du me marrë energji me vazhdu prep. Okej, merre energjinë tënde. Unë po pi një pije të gazuar, duke qenë se kam heq dorë nga rakia, se çdo episod ngella me raki, po dehem. Ju tani si jetoni këtu në Tamar? Me çfarë jeni marrë gjithë këto vite? A keni lindur këtu? Këtu kem lindë, këtu kem punua, kjo mësuese, vet elektricist me elektrikun 50 vjet. 50 vjet. Po si ka mundësi elektricisti të godasi me një mësuese? Si ja vodhe zemrën? Jem lidh një kong. Kem shkua një fest kufinit, e kanë vajzë atyre ashtu më dhe mora mrapa shkova dhe mu elektricist, hajt. Me një festi në një orë. Një fest. Si të bëri për vetë tani të flasim me realitetin? Në një takim me motrin e burrit tem, ajo më njifte, edhe më thot, po shkojmë të kuzhina, thot edhe po ham një diçka të kuzhina. Mirë po, unë nuk e disha se qëllim pse më qovaja. Ajo më qovë me më po Aty ishte zotëria. Pra, na jem fejuar me shkursi, sepse na nuk jem njoft me njëri tjetrin. Qa ndodhe aty të kuzhina, thjesht e pat njëri tjetrin? Si duket i pëlqeva fort vetë, edhe këtë më pëlqeu pak, po ma fort i pëlqeva vetë. Tani më tregon në një histori me nxënësit, me ndonjë që ka qenë më çamarrok, më harakam, më pak kështu që të ka bërë të punosh më shumë në një histori për të qeshur, nëse të kujtohet, ose në një histori për 7 marsin. Se ju mësusat, Aktivitetet. na kërkonit në i qik lek në atëherë. Me nisëm me fol unë për aktivitetet e festave të nxënësve, si për 7 mars, si për grupet artistike shkollave të zonës dhe të rrethit Malësisë Madhe, duhet një javë me qëndru këto ju për me ju të regu se çka kam punohen me nxënësit e Kelmenit. Kam ba 4 orë me shkua të një shkollë dhe 4 orë me ardhë, që mund që më ardhë vetëm 2 herë në javë, sepse nuk mund që më ardhë me shku për ditë, sepse ishte larg. Rrugë makinës kishte edhe i bashëm kam. Ke bërë 4 orë rrugë në këmbë? 4 orë rrugë me shkuar në kam, prej në Tamare e Nekç, ashtë shkolla atje ku kam shkuar në mësuse. Jo. Mali apo deti? Deti jam kanë plazhe, ashtu për mali ne na pëlqejnë të venet tona, mali ashtu zona. Mali. Ju? Ja, mali është ka bukurinë e vetë. Mali është shumë i përshtatshëm për... Ndoshta është pak i vështirë për dimën, por është jashtëzakonisht për tristin tjera, është jashtëzakonisht i mirë. Tani është e vërtet që malësorët janë pak kokfort. Po. Po? Po. A është Por- burri jot kokfort? Pak po, i fije kokfort, është për... Shumë dhët! Se! Ku? Do të me kanë më nalt na mëre, burrat do të me kanë burr. Burë, Po. a vendos tani në shtëpinë e një malësori, a vendos burri apo gruaja? Besa gjithë kun gratë, tash vesh na shkojnë, duhet me fillu me pshinj. Me pshinj s'na bu. Lekët në shtëpinë e një malësori i man gruaja apo burri? Gruaja në shenë sa burri i man hapun për të dy. Me gjatë është, tash. Tani tregotit vërtetën se ky më duket bëngallata. Unë të tregoj të vërtetën. Unë qështë ka marrë të burë jam, kam kanë gjithmonë me e punësume. Me rrugë. Qa thu? Po, kam kanë mësuse. Okej, thashtë të jep të ky rrogën e vetë. Vetëm falë. Dhe rrogën teme ja kam dhënë gjithmonë atij. Ja ka dhënë këti. Tjetërën, vazhdojmë prap. Vazhdojmë? Kam dalën pension tash 13 ditë. Po. Dhe unë e pyes Gjergj sa ishte pensioni këtë muaj, sa more pension, do me thonë që imra pensionit ai. Prap ti. Okej, ky i mban. Tani kush i kolondris? Kush i menaxhon? Ky. Prap ai. Prap. Por ama i thom duhet i kënë shtëpi për shembull e blen, e din ai se çka duhet prap e blen ai. Është person që është kujdes për lek, ka kanë ekonomist, ka kanë shumë punëtor për tokën e për rrethin e shtëpisë për... Pra e ke besuar me besim Ja të kam plot. besuar se me bëme pa kanë një bigjozli për shembull, ose një njeri që s'ka ditë me kontrollu jetesën, nuk kishte pas Atëherë do e shans. shifje ti. Nuk kishte pas shans. Nuk keme pas shans, thot. Nuk kishte pas shans me i pa 0,5 lek prej vetë. Pra ke qenë një burr shëmbullor. Mëre. Gëzuar për të qenit një malësor shëmbullar. Gëzuar. Atëherë me qenë se keni ardhur në shtëpi teme sot, për
për, se me thonë, dhuntin edhe kontributin që kam dhonën, dua me të bëj një surprizë të veçantë që ndoshta nuk e ke pas ndonjëherë. Çfarë surprizë do më bësh? Unë jam marrë gjithmonë me veshjet e kostumeve kombëtare tradicionale të zonës Kelmenit dhe të Malësisë Madhe, me xhubletën dhe me çakshirët. Me qenë se s'pas ki marrë i vajzë me vetin, po të veshi ty me çakshirë, po ta kisha i vajzë, e kisha vesha Po edhe me tani xhubletë. çakshiri është për vajzat apo për çunat? Çakshiri është për çunat. Unë do të veshje çakshirin ty. Okej, shkojmë të vishemi. Okej. Çakshirët. Pse quhen kështu këto? Çakshiri është sepse kështu është quhet çakshiri malsori. O dhe ndër ku vete kështu. Tash ti do t'i veshim jelekun. Jelekun e kem bë diçka simbolike. Me flamurin. Me shqiponjën tonë. Me shqiponjën. Tash ti do të vendosim brezin. Brezi. Kjo nuk je, ty nuk knohet kështu se kem pak më i belhulla shtatselvi. Më- Po ti e O djalë. belholli shtatselvi. A, Nuk jam vesh kur ndonjëherë më bukur. po për një të vesha. Deshta me ta bë surprizë. Surpriza më e bukur me thënë të drejtën e gjithë sezonit. Si ndjem se kur më kurorëzove mbret. Tani un jam tamam malsor. Brava, ashtu. Ha? Kështu? Fiks. Fix. Tani do më mësos në i valle mua, se unë s'di në i valle nga veriu. Bravo, ha. Ashtu. E ka parishin Shumë bukur. Mrekullisht. Kjo është vallë tradicionale, sigur është vallja Tërpojës. Vallja tradicionale. Unë të falenderoj shumë. që Edhe më unë kisha me mësove. desht me tan shpirt që edhe kjo vallë të futet në UNESCO. Dhe do jetë me gjithë shpirt. Ashtë sinqerisht, ashtë vallë që ashtë rujt me shekuj. Vallë kësim malsorqe, pra vallë logut. Vallja logut. Vallja logut. Dila, unë të falenderoj Bravo, shumë që më mirëprite, Bravo, je qoftë. fantastike, Pas ke tregove një- gjithë shpirtin Pas e ke një vërtetë vesh malsore. muziket që unë i pëlqej të gjithë ata që janë kështu si puna jote. Do të kisha pas shumë dëshirë që të kisha pas i herë në një aktivitet këto dhe të kisha aktivizu me grupin tim, sepse vërtet ka një talent. Shumë faleminderit, kuj diet ndonjëherë mund të ndodhi, si diet Je jetës. shumë i mirë pritun. Shumë faleminderit. Gur bëhet mur është ajo shpreha dhe kjo shprehje është fiks për ta marrën. Siç mund ta shikoni, këto janë muret rrethuese të një shtëpie, janë tipike dhe karakteristike të zonave veriore të Shqipërisë. Siç mund të shikoni, çdo gur lëviz dhe duken që janë vendosur nga një dorë njeriu. Shkojmë të shohim nëse kjo udhë do na çojë diku apo është thjesht një udhë qorre. Si je? Pasneti, A je mirë? a jeni mirë? Këtë murin këtu me gura vete kishe bërë? Po vete kanë bërë ata, Hm? ata vjetër për Vjetrit është Po. muri vjetër. Po, muri Kështu i rrethonit atëherë Ashtu janë shtëpit. rrethuar se ka pas shumë gur toka, është dasht për me nxirrat pak leje që ka kanë me hek gurin, edhe me lan lejen. Dhe gurat që i keni nxjerrë i keni bërë gardhe. Ata janë ba gardhe, kanë Oh, shërbye, okay. si me thanë. Pas ke një fik këtu. Kur dalim atë kem ashtu. Ej, a ka gjarprin këti? Ha? Po shëto. Pa ftuam janë, o mund të ketë. Kush është bërë nga këto? Aja dhe. Jo, që ka pak si e fort. Kjo është bërë tamam. Po mirë, i prekit jetë. Ja, e gjeta kokrën e fikut! Kjo që ka e verdh. Mund gjeda në gjeda më të mirë nështë. Ja. Merë këtë këto. Kë? Këtë më duket i but, nuk e di. Po. Le ta testojmë. Testoja da. Shihe dhe në i tjetër këto. I verdh, çfarë tregon verdhësia? Jo, nuk ka ashtu se janë të partë, këta nuk janë të manë ashtu. Merë në një aty, ata duket se janë të banë. Okej, e treta e vërteta? Po shpresojnë. Më në fund. Po. Më në fund, e gjeta! E treti. Po inshallah mos në gjithë kënë ashtu.
E lam tashmë ta marrëm pas dhe kemi ardhur në Lëpush, në Lëpushën e rrethuar nga pjeshkët e Nëmuna, ku mushkrit mbushen me ajër. Jemi 1200 metra mbi nivelin e detit. Ju thash që në fillim të episodit qëllimi im ishte të freskohesha pak larg të nxehtit të Tiranës apo dhe të jugut. Lëpusha është një nga fshatrat më të bukur të Shqipërisë, me pamje fantastike ku çdo cep mund të jetë pjesë e një kartoline. Jeni gati ta vizitojmë së bashku? Shkojmë! Tani kam ardhur në një bujtin të shohim se kush janë pronarë dhe çfarë mund na thonë ato për zonën. Zonjë, si jeni? Mirë, Si kaloni? mirë, Unë jam Fatosi, si quheni ju? Lutie, Ju jeni pronarja? po, Jam kurios të di për gatimet. Çfarë gatime keni ju tradicionale? na tradicionale ke mishin në pjekun në hell, ose si me thonë ferlik, edhe djathin e zijem. Djathin e zim, jam shumë kurios. Për këtë si është djathi i zim? A mund ma tregosh këtë procedurën ta bëjmë bashk? Po, Hajde, shkojmë. Ju sa kohë keni që e bëni djathin e zim? unë fakt, na kem ba gjithmonë se kjo ka kënë tradita e kelmenit edhe malsis dukagjinit gjithmonë. Kjo është ba gjithmonë qysh me gjysh ata në me. Ty kush të ka mësuar, mamaja? Mu ma ka mësua nana dhe vjera. Edhe Vjera. Po, kjo është ushqim shumë i fort, shumë i mirë. Kur ke hangër djathë zim, ke punu gjithë ditën edhe nuk e ke një lodhin. Të mban fort, domethënë unë jam Mban lodh shumë. sot gjithë ditën, kështu Ja. që do ja vlej pritja. Ka pason ogja i burrit tem, ta shtrit hanë vetëm mëllatare. Po ju hani mëre dreshin, thënë ke mazë e djathë e mish, se një ta u manë se mëllatarja nuk ka zoja me majtë vetin e do të me i vun shkopin e ju hanë. Pra, domatet ka nevojë për shkop për të mbajtur. Po, po. Kështu që nuk mund të ngopesh me domate. Ja, nuk të manë. Ja pra, dhe djathi i zim përfundoi. Unë jam këtu me Tomin. Tani, ty të pëlqen djathi i zim që bën gruaja jote nga 1 në 10? Nuk është puna të gruaja ime, por është puna që kena tradit, qysh të gjyshi, baba, nana, edhe ditët e sotit. Do me thënë që i vogël. Pa, Tani, si e mernit ju këta, kur ishit vegjël? Si e anit? do me thënë, vishim gjithë fëmija, ose të tanë mërshim, i kanë hedhë dhe mjaltën të, ose sheqerë, si mas dëshirave. Si mas dëshira, unë po e marr, po e vë në pjatë dhe po e provoj për herë të parë. O ty të baftë mirë. Shumë faleminderit që më mirë pritët. Mirë se të vini edhe kaloshi mirë. Kam pas një arç të mirë, ka vdek 100 vjeç. Edhe kur i ka qitë kush me hangre këtë, ka thënë, kjo është penicilina. Le ta provojmë. Shumë i mirë. Ju lumshin duart. Të baftë mirë. Tani po që ka kuptim. Të baftë mirë. Super. Super shija. Pasi provuam djathin e zim të Lëpushës, pasi pam këtë panoramë fantastike dhe këtë natyrë të mrekullueshme, edhe pse unë dukem shumë fëmijë këtu duke u lëkundur në Lisharse, ka ardhur momenti të shkojmë tek ajo burnesha Gjustina, e cila është burnesha e vetme në zonën e Lëpushës, madje thuhet e vetmja në krejt Malsinë e Madhe. Është një histori mjaft interesante, për cilën unë jam shumë kurios ta zbuloj, kështu që ejani ta zbulojmë së bashku. Burnesh në fakt është një grua e cila është betuar që do qëndroj gjatë gjithë jetës së saj e virgjër, nuk do të martohet kurrë dhe do të marri rolin e burrit në shoqëri. Kjo do të thotë që ajo do të vishej si burr, do të priste flokët të shkurtra, kishte të drejtë të mbante armë, kishte të drejtë të merrte pjesë në kuvende dhe të trashëgonte pronën. Për shumë detaje të tjera dhe për të na treguar historinë e saj, shkojmë te Burnesh Gjustina. Mirë se të gjeta. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhë. Tani jam gati të dëgjoj gjithë historinë tënde dhe jam shumë kurios. A ulemi? Na shqitën, po. Për një to. Okej. Unë po i shpjegoja pak më parë shikuesve se çfarë do të thotë të jesh burnesh, por dua edhe ta dëgjoj nga ty.
Nga ty që e ke jetuar gjithë këto vite në lëkurën tënde, çfarë do thotë të jesh burnesh në Malsinë e Madhe? Burnesh, do të thonë si i kushtohet vetëm familjes. Me punua për familje, si ti në ta mirë, edhe burnesha i ka fjallën, ka burnin, i ka të gjitha. Nuk kam vetëm një fjallë burnesh, se ti adin thonë njerëzit që ka shumë njerëz që kanë pa martua, po nuk mund me kanë burnesha. Se burnesha i kushtohesh vetëm me një mua familjen, me kanë vetëm për familje, me kanë besë, fjallë, se dije, se të tanëve. Pra jo çdo grua e cila zgjedh të mos martohet dhe të mos ketë fëmijë, nuk mundesh me kanë burnesh. Burnesha, me anë kanunit, kjo se ke lexuar, se mund të kesh lexuar librin, edhe me anë kanunit janë kanë kur nuk ka pas moshkuj në shtëpi. Po. Edhe a ba burnesh. Po unë historia jote si është? Jo, historia ime nuk ka kështu. Historia ime është unë vllane madh është martua, është do e bën smur. Vllavi kanë tjetër është kanë i vogël. Baba më ka vdekur, baba jam kanë mosh 23 vjeç, e ata jam kushtua për me një mua nëntë, për me gjon një dorë, për me gjon shkollat këtyne, se unë kam edhe 3 motra. Kam një motër më të madhe, kam edhe 2 më të vogla. Për me një mua këta, edhe jam kushtua. Ata kur njësë në kanë dakord për me babet. S'kan qenë dakord familjarët që ti të bëhesh e burnesh? Ja, sidomos nona jo. S'ka qenë dakord. Çfarë bëre ti që ja mbushe mendjen në? Jo, unë i kam thonë si unë barabar, unë nuk martuam, do të rrim me një mua ty, edhe ajo nuk ka kanë dakord, sa thotë do të vinë koha, si do të metesh vetën, jeta është e shtirë vetën. Po, ndashtë, kur ato adin, unë jam shumë e lumëtën, kur ata janë mirë tash, e unë jam mirë ka, edhe se jam vetë ndashtë. Gjustina, si ndryshoi jeta jote pasi u bëre burnesh? A u bë më e vështirë, a po fitoi edhe ti kënaqësi, apo ndjeshe edhe më mirë që po i ndihmoje familjarët? Jam kanë shumë e lumëtën. Je ke shumë e lumëtën? Se kam pas një respekt veçantë, adin, edhe nga tonë banorët që më kanë respektua, edhe shpia se ma një ka një gua, edhe sot që janë motat e martume, që janë ban fëmija sa juh, edhe ma një dëgjojnë fjallin. A las ma kanë kanë i herë jo, pa më kanë një gua gjithmonë. A është e vështirë të mbash rolin e burrit në një shoqëri patriarkale si kjo jona në Shqipëri? Po, është e vështirë, se këtu ka pas shumë edhin, se fshati edhe sot edhin është për gra nuk është mirë, se po tash ka ndryshua, tash rinia, shëqyrë që jeri këtë ditë edhe me ndryshua se me kanë të lirë, se për para nuk jena, edhin, edhe unë nuk jam kanë lirë. Kështu me thonë drejtën kështu kena veprua, po kështu kanë shumë e vështirë, me thonë drejtën këto gratë, se gratë nuk janë kanë të lira, adin gratë janë kanë për me vesh një fon, për me vu një vel, adin kështu për një rubë, se i thonë, nuk di si i thonë, jo një rubë, po tash, shamin po, na i kom rubë, kanë malsi, edhe po tash shëqyrë si ka në shua koha, me thonë drejtën se tash ke presidente, ke avokate, ke doktoresha. Ke shumë vajza në postet e rëndësishme. Po, shumë. Edhe jam shumë e lumëtën. Tash vetëminja është i fje e pak... Tu dua të dalë. Ti më the që e more këtë vendim për të ndihmuar familjen tënde. Situata si ndodhi dhe si rodhi më pas? Familja jote aktualisht në çfarë gjendje është? Ku jetojnë ata? Po, qëre, jina kanë shumë të lumëtën si jina kanë tonë bashkë. Jina kanë tonë bashkë, të na vlau ka 4 vite, se tonë bashkë jina kanë 4 vite ka se i ka ata ka marrë edhe fëmin, ata jetoj, se unë kam pa jetu me nënën, kanë pas një shpiti të vite, ka ke një arash një shpiti poshtë aty. Ke jetuar me nënën? Po, kur ka vdek nënë ka marrë këto, më ka lanë vlavën në këtë shpi. Pra masi nëna ndroi jetë i erdhe në shpinë e vllaut. Po, nuk kam jetu me nënën, se din nënën e kam pas një gjamë shtrajt për mua. Gjëkush e ka nënën shtrajt, pa unë e kam pas e marrë shtrajt, se adin kam ba 55 vite me ta. Çfarë të tha ajo në momentet e fundit? Adin nuk ka hon asnjë gjë, se çire ka sot si ka punu ka aty në mëngjes se ka bulu tona drunsi kam atë drunti i ka mua do kur apo smor mas stresa ka dik. As ka lanë gjë. Vesh ka shtrëgoni këtë dorë në shton asnjë senti. Po vetë ti çfarë ndjeve? Ai ishte ajo krenare për zgjedhjen që bëre ti në jetë? Ja, nuk ka kanë në lumtën, ja. As në fund kur ti qëndrove me atë deri në fund? Ja, nuk ka kanë. Vazhdonte me atë? Jo, gjithmonë thotë si ti ke ma kanë vetëm ti ke ma kanë vetëm ti kush e di si ka më ato rjeta, po unë mirë. Adin janë ata tonë më duan, më respektojnë, më marrin telefon.
Jam e lumtur. Ata janë mirë, unë jam mirë. Gjustina, si është të jetosh me vetmin? Është atë bërë. Të mërë, shëshyre, plesnin e ka krigo Zotit, sa ligj jetet, edhe nuk e ka shkon gjëkush i shoga plakët, po vetëm njët hanë. Të mëtë shkatron. Edhe kur mësohesh me kanë, edhe me rap, me familje, kur ikin ata. Sa ko keti që jeton vetëm? Ka 4 vite. 4 vite. Po. Tash ako gajme, tash më bo më bo, pa nuk bëhet kur për neshe, tash ako gajme më bo për neshe, ke gjeshka okej, tash ke... Tani vajzat janë më të respektuara në shoqëri, më të Adin, unë s'kam pas buk me hagër, adin, po më togat me ka bo nëna thes, adin si ka pa arbe shëqer, e me makaronat, ju ini rinije nuk e dini veç, du të me të pyt. Unë nuk kam pas buk, kanë bërtit shumë herë zort, kurse tash nuk ka në avion fëmija. Vetëm nuk ka në avion, se tjetër gjanë, gjithka ka në kej, nas kena pas, as steshën, as veshën, as kërë. Cili është një moment që te kujton si shumë të vështirë që ke qenë pa ngrënë, ose ka qenë një situatë shumë e vështirë familjare? Ja, vështirë për mua kanë kur më ka dek blavë i masë, ja kanë ishë, ka 22 vjetë i paralizuam. Për mua kanë, nuk ka ma jetë, po... Por jeta vazhdon. Vazhdon, jeta nuk mundesh atë edhe. Atë na ka dek baba, atë na ka dek, kanë shumë deke, shumë. Po adin kur është njëri i ri, edhe e kalon një fije mosh, kur tash pleshnia është shumë e keqe, edhe vetmia, ka do me kanë është shumë problem. Gjustina, a je familiarizuar ti me epokën e internetit? A i përdor rrjetet sociale? Po e përdor, i kam. Se mi ka godit nipi, djali i vllavt, mi ka godit të tona, por nuk jam fort, unë punoj, më pilem këtë ka herë motra, më thot ka herë, po si nuk po di me gjithë, më prami më gjeni, më prami se ku shkoj më rënë, me po, se jam të pa neshet të një kneshjet, jam me Francën. Je me Francën në botrar! Thuaj që Franca është një pretendente e fort. Po, Për këto gocat e rrjeteve sociale, çfarë mendon ti? Që bëjnë poza për të treguar format, frybuzët bëjnë operacione plastike, çfarë mendon? Qatë mendoj, nuk mendoj asnjë gjë, shire, se ti, gjikush e ka jetën e vetë. Edhe ti zilë, dash, qire, i këtë minjsh, dash e vesh, dash e jek, është ajo që, ti nuk gjikon njëri si që nuk do donë që të tjerë të gjikojnë ty. Unë dua se ta bilet, çdo femën si të veshet, e zhveshet, e si të donë vetë, e dalin, si të donë, vetë tjetë ajo okej. Tani unë jam kurioz për ndonjë punë që ti bën këtu që mund të ndihmoj unë, se jam shumë kurioz si jeton një burnesh në Lëpush. Po unë para se të vija po thoje që kishe shkuar me mbledh barin apo jo? Ito. Po kam edhe pak janë. Nga do të thoshte, hajde të ndihmoj unë. Po, hajde. Hajde. Këtë marr sfurkun dhe edhe grebujen. Këtë? Edhe grebujen, di çati më kanë grebuj tjetër ajo. Kjo? Ajo po, okay. Të filloj unë ta mbledh. Po të filloj unë. Duhet i qojmë poshtë. Po, do të qojmë një atje me ba plas, për me ba si mas me lagë. Okej. A dhe na shumë mirë fshat, ja? Por nëna, nuk ka nevoj për palestër. S'ka nevoj për palestër. Në ka. Në çfarë ore zjosh në mëngjes ti? Në 7. Në 7, nuk u zgjoke shumë herët. Ja. Edhe bie, tash jam të pa nesh të bie, një më recati, po. Bie dhe pak herët. Po punojmë ne. Je me shkath ti? Apo më hap sfid mua? Shem nga të të mqela. Shem qa të të mqela, ruju. Po ruhem. Ua, kjo që ka spektakël. Rushe pa ka kanë grebujen veç. Se më duhet, jo, se më duhet prap dush. Jo, bravo. Bravo. Ti je për ekran. Ti je për ekran. Je fantastike. Tani unë përpiqem ta bëj si ty. Ja pa këtu. Qa mendon ti për burneshën? Zemër, kam shpi. Zemër? Kam një ton zemër. Zemër, e? Kam shak. A ju ndihmon? Bol për Zotën. Në ka një mua dhe nona e vetë. Edhe nona e vetë ju Pa ka për ndihmu. Zotën.
Më vjen mirë që jeni pak banor, jeni por ashtu bëheni shumë me njëri Na, tjetrin. baj pyetje ti. Shumë mirë. Kam nej 7 muaj pa kur kanë. Pa kërkan. Vetëm Zotin e vete. E djalin të vete. Po, ka invalid djalin e Po, më tha. Ka dek burr janë pa burr. A do me ta gjithë? Jo, nuk Nuk do më bu? Zotin. E ke mbyll? E ke kry? Do me ta gjithë ta gjaj. E që ka pakun e gjeti. Shumë faleminderit që më prite. Jeni shumë të mirë. Edhe jo, jeni shumë mirë. Ja, pra kështu mbaroi dhe ky episodi 6 i Fatostik Albania. Vizituam Tamarën dhe Lepushën dhe në fakt nuk janë thjesht dy fshatra në veri të Shqipërisë, por janë vende përrallore të cilat duhet i vizitoni dhe vetë. Besoj e pat sa banor mikpritës që janë, nuk e di po në çdo qytet apo fshat që unë shkoj, konkurenca vjen e rritet, se kush do më mirëpresi më shumë. Jam habitur dhe jam surprizuar nga tradita, nga historia dhe nga kjo bukuri fantastike. Kështu që ejani dhe shikojeni vetë. Ne do shihemi të njëjtën tjetër në orën 6:00, si gjithmonë. Unë po e mbyll tani se po fillon dhe shiu. Deri në episodin e radhës, mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Mua ju dua, pacim! Ándale.